A lejohet të falesh vetëm kur ke mundësi, apo kur e ndjen të falesh? Atëherë duhet të dish që Allahu i lartësuar e ka obliguar besimtarin që t'i falë 5 namazet. Janë shtylla e dytë e Islamit. Shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Dhe patjetër që besimtari kur falet dhe ndjen këtë namaz, e ndjen që e ka obligim, po kryen një urdhër prej urdhrave të Allahut të lartësuar. Ndërsa për mundësin, ti elhamdulillah, çdo ditë dhe natë ke 24 orë në shërbim. Ndaje, një kohë pra për të adhuru, madhëru krijuesin e gjithësisë, për të çuar në vend këtë porosit Allahut të lartësuar, i cilit ka porosit në mbi 72 ajete në Kur'an të urdhëron për faljen e namazit. Atëherë, çoje këtë urdhër të Allahut të lartësuar në vend. Dhe normal, nëse ti falesh, pra falesh se e ndjen, se është obligim, është urdhër, dhe me faljen e namazit ti arrin mirësisin këtë botë, por mirësitë e përjetshme në botën tjetër. Dhe ky duhet të jetë synimi ynë, pra të adhurojmë Allahun e lartësuar dhe të shpresojmë që Zoti i gjithësisë do të na shpërblejë me xhenet.